punon edhe privat. E vërtet. Pra, është një pyetje pse ju duket më mirë në sektorin privat se sa aty publik. Duhet mu gjetë problemi. Duhet mu gjetë problemi arsyeja pse sjellja ndryshon, për ndryshe profesionalizmi është i njëjtë. Tjetër, shëndetësinë e ka shkel vetëm pak shëndetësinë e ka shkel vet na me kame kemi shkel. Populli jon e ka shkel me 2 kam të shëndetësinë. Për shkak se mendon që sistemi publik duhet t'i ofroj të gjitha pa një pagesë. Këtu duhet me u anku shoqënia në qeveri, në shtet, të cilin duhet me i thonë, jo, sigurimin duhet me e bë për shkak se shëndetësia nuk mohet pa pare. Nuk mohet pa pare. Sot, një termin te frizeri, pa keq kuptim, është profesion, te frizeri, apo te shminkeri, apo te manikyri, apo te pedikyri bëhet një javë për para. Edhe ato duke u buzëqeshur shkon. Pra, shoqënia ka ndru. Nuk e mendon shëndetin, qoftë ato primar, që duhet prevenca, fatmirësisht hecjet, yoga, këto tash veç kanë hyrë në mod, për shkak se duhet ta rush shëndetin, për ndryshe, restoranet edhe kafet janë plot, një jetë e cila nuk them që është e shumë, mirë po është me plot s'po di, thuti që është dita e fundit e jetës, kjo është gabim. Kur e përmendi ajo Zoja që gjermant për patate, ata me vjetët tona patate kanë marrë si rogë, mas luftës. Kanë marrë, janë pagu me kilogram të patateve. Pse tek ne mendojmë që duhet me njëherë çdo send me u rregullu. Por, kur e shef një mjek i cili ka kry 11 vjet shkollë të lartë, superiore, 5 vjet fakultet edhe faktikisht specializim, nëse e shef që ai tjetri, unë e kom përjetu kur pastrusja në Post Telekom e ka pas rrogën 3 fish më të madhe se unë. Është deprimuese. Kështu që, unë e menoj që problemet më të mëdha në Kosovë janë të shoqënia e cila nuk i shet cilat janë prioritetet, duhet të jetë e durueshme, duhet të zgjedh probleme, edhe të jetë shumë më e vëmendshme në çdo drejtim, çka do duhet të jetë prioritet te një njeri. Shëndeti, apo pasja, apo pamja, apo çdo gjë tjetër. Tjetër, edhe një vetëm se ndoshta e zgjata më shumë. Jo, me kënaqësi të ndryshoj po. Mirë po. Duhet të mendohet mirë. Pse ne si shoqëni mendojmë, shkoni, unë kam qenë edhe në Amerikë, kam qenë në shumë vende të botës. Nuk i ki veshjet edhe mbathjet kështu që veshemi ne çdo ditë. Nuk kemi gjipa, nuk kemi vetura, nuk kemi tribanesa. Punojnë me nder, punojnë. E kanë prioritet familjen, eventualisht ambicjet e veta, karrierën e tyre. Mirë po, kësi shfrenimi që çdo javë duhet të shkohet dikun për vikend, të harxhohen paret jashtë, apo pse nuk i besoj dikuj prej mjekësisë apo diçka të shkoj të marrë mendimin jashtë vendit, hiq ma larg në Shkup se jashtë vendit janë probleme tjera, por fund